Mirë se të gjeta o miku im. Po që kemi, hëkshtu nga shpia si janë. Jo, unë e kam pësu, e kam... Do shkoj me gomone. Atere, stop. Dua të them diçka shumë sinqerisht, të vërtetën. Të vërtetën. Ti që shikoni këtu në Rëfimi i Sajmir Kodrës. Quhet Gentian Zenelaj. Wow! Nga këto të vërteta që të çmendin. Unë nuk e mbaja dot më. Dua ta ndaja me ju këtë. Dhe më në fund. Ndërsa unë ja e pranon publikisht që është Sajmir Kodra. Pa, e pranon. Ne na marrin vesh të gjithë. Pa. Ndërsa. Kjera? Jo, një sekundë më burida. Edhe Kykiona. Një sekundë më se nuk e kisha për ato dyja. Ndërsa këte kemi perëndimin e diellit. Më thënë këte është. Saloni, saloni, guzhina. Guzhina? Bukur, këte janë vajzat tona të bukura. Vajzat triti, vajzat shpet, mësë, jo. Më lërë ti vajzat. Më lërë të shkoj ti thras personalisht. Do i shtatë që aty afer? Flonza. Flonza. A vasë po flen. A vasë po flen. Flonza. Janë godër. You sexy lady. Allah. You got me crazy. You sexy lady. You got me crazy. O, me lunde. Stop. Leme se do prishi ka rigen. Do prishi ka rigen. Sexy lady. You got me faded. Nuk kemi asnjë problem. Nuk duhet të flasim sonte, s'kemi asnjë problem. Jo. Atere, qytetar dhe qytetare, vëllezër dhe motra, 23 vjet, kështu ka nisë fjalimet. Qytetar dhe qytetare. Po ne emër të atyre, më pritet. Qytetar dhe qytetare. Opa! Tu, të maja brivit. Ke goja. Atere mi dërua kishim, ose më sa mjë, kishim, kështu thuat kishim, dy digje të nëzoni me zëdhe me figurë. Se si në Shqipëri, ka nërë madhëra, më këtu mërë, medikamente mërë kontraband. Sa medikamente madhëra. Se si ato shiteshin në farmaci, në Koshë, në Pogradet, në Elbasan, në Prenjas. Linja të rilindore Shqipërisë. Ju gjetën po lumin e pagjes që i distribuon të ato në farmaci, i vullosëm ato, por në shkuan për te saj. Kërkuan madhat të skaduarave për t'ju futur në treg. Ishte një procedurë më se normale. Çfarëdo që i kërkuan Polumbit, Polumbin a e solli. Ore, në daç të skaduara. Pandaja Polumba që kanë atë që në vogël tu që ke këmbat e tak edhe i lexon. Polumbi ishte ti trovo tutto quello che vuoi. Okej, bukur. Në daç pulla falso. Por, në këtë rast, Ministria e Shëndetësisë reagoi, nxori konkluzionet e veta, do të vazhdoj punën e saj hetimore, që shqiptarët jenë më të qetë, më të mbrojtur nga ilaçet kontraband, për të shmangur evazionet fiskale e plot gjëra të tjera. Ndiq zotin ministër, ndiqja. Pari unë duhet të falenderoj median tuaj, po dhe median përgjithësi për ndjeshmërinë që kanë drejt sigurisë së banave dhe për cilësinë e rasteve kur evidentohen shkelje të rregullave të sigurisë që pastaj rrezikojnë, cënojnë jetën e pacientit apo dhe cilësinë e kujdesit shëndetësor. Barnat janë një mall që tregton në mënyrë të rregulluar në Shqipëri, qoftë nga pikpamja e çmimit, por pulla që vendoset në kuti ku është çmimi është një pull sigurie, që tregon që ai bar hidhet në treg nëpërmjet një procesi të kontrolluar që administrohet nga Qendra Kombëtare e Kontrollit të Barnave. Sigurisht që kjo nuk do të thotë që nuk ka shitje të paligjshme të mallrave në Shqipëri, ku dhe barnat janë mallra. Por, përgjithsisht, ne kemi mundësi, po dhe mandat institucional, të kontrollojmë çfarë ndodh brenda farmacive. Nëse në rrugë, në makina, në mënyrë ambulatore, tregtohen barna, kjo nuk është në kompetencën dhe në tagrin ton për ta kontrolluar, por në radh parë është një aktivitet ekonomik i paligjshëm. Pra në radh parë është një subjekt i organeve tatimore. Por duke qenë se ka ndjeshmëri të lartë me pasojat që mund sjellë ky lloj tregtimi, ne kemi bashkëpunim të ngushtë me strukturat ligjzbatuese që merren me aktivitetet e paligjshme,
me organet tatimore, me organet doganore dhe me strukturat e antikrimit ekonomik, ashtu siç kemi dhe komunikime me prokurorin kur ka procedura të ndryshme, edhe për atë çfarë është raportuar nga media juaj. Unë e falenderoj se vini zoti Begja. Në qoftë se zoti ministër më përpara të kam thënë te komprendo të gënë tash më thënë muchas gracias signor ministro. Faleminderit. Atë sinqerisht në emër të departamentit të emisionit Çasut falenderojmë për reagimin në emër të plot qytetarëve, të atyre që na përcollën shqetësimin. Faleminderit edhe një herë. Miq nderuar, megjithatë kjo ishte pjesa e parë e bukur pas një denoncimi që bëm. Ka një tjetër denoncim për të bërë? Po, pjesën e dytë. Po si nuk të rri ajo, le hatë mërë qumë. Po jo, më zëprisa ka në halë mërë. Si bundet? Qikoni, më ndihni pak më vëmendje. Nuk është i vetë. Një qytetar që ka vendim të Komisionit Kthimit Pronave, ka vërtetim hipotekor, ka tjetër, ka kthim përgjigje nga Komisioni Kthimit Pronave që është tokë e tij, nuk zën dot tokën e vet. Toka jonë. Ata themun pse? Pse? Sepse ky, të gjitha këto, nuk vlen asgjë në qoftë se nuk ke një bob diku që të mbështet. E di fjalën bob, bobo. Domthon, kur ti ke nevojë për diçka, nuk futesh ke gjykatë. Bravo. Telefon Bobit. Të mosh. Bobit i zgjidh gjërat. O Bobi, ku do ta gjejmë këtë Bob ne? Alo? Bobi? Ma kthej çik pronën e sa njerit. Bobi. Jo, është Bobi e shoqja ime. O zemra. Deni më pak. Për të gjithë ata që duan të denoncojnë problemet e tyre, emisioni Qasu ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069 60 64 444, si dhe adresën postare Agon Channel, rruga Dytësore Tiranë Durrës, kilometri 2 Kashar Tiranë. Ju njoftoj të gjithëve, për të gjithë ata që duan të shikojnë emisionet tona, mund të klikojnë në YouTube.redaksia dhe Qasu do të shfaqet atje. Pra, është kjo. Sa po e the gabim. Se më çerësh. Qasu redaksia. Më fal. Kanali jo në YouTube. Në YouTube, në YouTube, në tube tona. Le t'i bim tube edhe për YouTube. Bjeri.